Në ambientet e librerisë Ulqini u zhvillua promovimi i librit Vetimat e shuajnë natin në Bunë, i autores Rozafa Shpuza, duke sjellë një tjetër ngjarje me vlerë në jetën kulturore të qytetit. Mbrëmja u karakterizuan nga një atmosferë ngrohtë dhe plot emocion, e konceptuar si një bashkëbisedim i hapur me publikun, i udhëhequr nga gazetari dhe kryetari i Art Club, çka i dha aktivitetit një dimension më të drejtpërdrejtë dhe komunikues. Fjala artistike u ndërthur me interpretim poetik, duke krijuar një hapësirë reflektimi dhe ndjeshmërie për të pranishmit. Të rinj, miq të autores dhe dashamir të letërsisë nga Ulqini u përfshin aktivisht në këtë aktivitet, duke i dhënë promovimit një frymë të gjallë dhe bashkëkohore. Autorja Rozafa Shpuza njihet për një qasje të ndjeshme dhe të thellë në trajtimin e temave njerëzore, ku përmes vargut dhe prozës sjell emocion, kujtime dhe reflektime që lidhen ngushtë me identitetin dhe përvojën shqiptare. Në librin e saj më të ri, ajo prek motive që lidhen me jetën, natyrën dhe raportin e njeriut me vendin dhe rrënjët e tij, duke e bërë veprën një thirrje për introspeksion dhe lidhje shpirtërore. Ky promovim shërbeu gjithashtu si një urlidhse mes shqiptarëve brenda dhe jashtë kufive, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kulturës dhe gjuhës. Në realizimin e kësaj mbrëmje kontriboi edhe Art Club, duke dëshmuar për kushtimin e vazhdueshëm ndaj promovimit të artit dhe letërsisë në këtë treg. Në Muzeun Etnografik në Dragin, para disa vitesh, me rastin e, kemi pasur një takim letrar, me rastin e shënimit të ditës botërore të librit. Po ashtu Rozafa ka qenë edhe pjesë ka qenë antare jurive të ndryshme, qoftë në fushën e artit, pra, qoftë në fushën e fotografisë, qoftë në fushën e garave të ndryshme të recituesve. Megjithatë po bëj një prezantim të shkurtër të saj, që gjendet pra në këtë libër, në fund të librit. Tash biografia e Rozafës aty është e shkruar në gegnishte, ashtu siç e shihni edhe libri, pra ka titullin Vetimat e shuajnë natin në Bunë. Unë po e lexoj në gjuhën standarde. Rozafa Shpuza ka lindur në Shkodër, qytetin që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në krijimtarinë e saj. Është poete, fotografe dhe kuratore. Arti i saj lëviz natyrshëm mes fjalëve dhe imazhit, duke krijuar një univers të vetin shprehës. Është autore e 5 librave: Kohë ikonash, Anipse, Grizhla, Nana i qindiste kryq dimnat dhe i librit që përporoj sonte Vetimat e shuajnë natin Bunë, i cili është botuar kohë më parë nga shtëpia botuese Fiorentia në Shkodër, një shtëpi e njohur botuese. Poezitë e saj janë vlerësuar me çmime kombëtare e ndërkombëtare në konkurse letrare, ka ekspozuar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në këtë kontekst po përmendi se ajo para disa ditësh është kthyer nga një ekspozitë kolektive në Trieste, ndërkohë që në datë 30 të njëjtën mbrëma, me datë 30 do të ketë një ekspozitë personale, individuale në galerinë Oda në Shkodër. E kur flasim për galerinë Oda në Shkodër, ajo është bërë mikpritëse e shumë artistëve nga Ulqini, Agroni, Gazmendi, Vaida, e cila ndodhet në Londër, dhe nuk është sonte këtu, por edhe shumë artistë të tjerë kanë pasur fatin edhe kanë pasur kënaqësi që ta shijojnë mikpritjen e Rozafës. Pra prej vitesh, Rozafa drejton galerinë e saj Oda, një hapësirë takimi ku arti bëhet urë mes njerëzve, qyteteve dhe kujtimeve. Unë do të shtoja se ajo është një artiste shumë dimensionale dhe shumë aktive në jetën artistike dhe kulturore. Jo vetëm në Shkodër, por në mbar hapësirën shqiptare dhe me gjërë. Dhe pra fakti tjetër, e thash që kushdo që shkon në Shkodër, ajo përpos galerisë, përpos që drejton galerinë Oda, është po ashtu menaxhon edhe një bar ose një lokal, cili po ashtu e ka emrin Oda, dhe kushdo që shkon në Gjuhadol,
kushdo që don të dëgjoj muzikë, nuk po bëj për marketing apo promovim, por kushdo që don të dëgjoj muzikë shumë të mirë, edhe jazz, edhe muzikë tjetër, i ftoj që ose ju sugjeroj që të shkojnë. Rozafa, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Ulqin. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. Unë lihem shumë në rrume e privilegjume që jam sonte këtu. Kam shumë miq dashamirë mes tuaj, janë njerëz që unë i kam taku në takime të ndryshme letrare, artistike, ekspozita, janë miq në rrumë të mi që unë i falenderoj shumë që kanë ardhur sonte për me më respektu e për me bashkëbisedu sonte me ju. Që ta dini, ky është promovimi i parë i librit tem që ka dalë para një muajit, edhe unë vendosa me e ba në Ulqin. Ndoshta është pikërisht kjo buna që tha zoja e shtëpisë këtu. Ismetin e kena mik të mirë, punojmë bashkë në Universitetin e Shkodrës, edhe është shumë mikprit se dashamirë si letërsisë e i artistave. Pra unë kisha shumë pika që më prunen bashkë në Ulqin sonte. Pra unë akoma nuk e kam promovu librin në qytetin tem. Shkodra është pak ma e zhurmshme e pak ma duhet me umat mirë me e ba një promovim Shkodër. Këtu erdha shumë ma qetë, shumë ma e lirë, shumë ma pa një stres. Kam ardhë shumë këndshëm sonte me ju taku ju edhe me... Si që tha Ismeti, kjo është libri jem i 5, unë shkruaj poezi në gegnisht. Shkruaj në gegnisht se kjo është gjuha e shpirtit, gjuha që mu më kane me urfy para ardarzve. Është një trashëgimi shumë e pasur në letërsisë gege, që unë jam me fat që e vazhdoj. Shkodra ka kolos letërsisë shqiptare që kanë shkruar në gegnisht. Unë jam një pjesë shumë e vogël, po unë kam vendos qysh në fillim me shkru këtë gjuhë, megjithëse mund të kem kenë shpeshherë e anashkalume nga aktivitetet e ndryshme të mëdhaja që bëhen në kryeqytet, bashkë pse unë kam shkruar në këtë gjuhë. Po unë kam pas gjithmonë ndjesinë që gjuha letrare le të shkruhet nëpër gazeta, nëpër televizione, në parlament apo diku tjetër, kurse gjuha e shpirtit shkruhet me atë gjuhë që poeti ja ka anë morfy. Mu ma ka anë morfy në gegnisht. Libri ka shumë Shkodër mran, ka shumë kujtime të fëminisë, ka shumë siç ishte edhe poezia që lexoj e recitoj Astriti. Unë kam albume fotografish të vjetra që i kthehem me shumë mall, e shoh vedin se si jam rrit, shoh prindin mi, shoh gjyshat, shoh paraardhësit e mi. Janë ata portrete ato që mu gjithmonë flasin. Edhe është shumë bukur që na me pas kujtime edhe me pas për qa me rthy. Unë gjithmonë e kam mendu poezinë që secili që e lexon me gjetë vedin, me marrë një emocion, me ju rikthy, kur poezia nuk lexohet me një herë. Poezia don kohën e vet, ndoshta don mu lexu edhe me zaqe dhe veshi me anë gjuhë atë që lexon. E di që është një art pak i brisht, edhe jo shumë kush e lexon. Po unë shpresoj që ndoshta edhe me një poezi ose me 2 poezi me ju emocionu edhe me ju abat këndshme natën sonte. Unë e kam shumë problem i marrë njerëzve kohët kur i nap emocion. Unë shpresoj që sonte ju keni me marrë emocione, edhe njëherë ju falenderoj që keni ardhur dhe jeni sonte këtu.
Në këtë mbrëmje, ishte e pranishme edhe mësimdhënia e gjuhës shqipe Drita Gushta, njëkohësisht mikeshe vjetër e autores Rozafa Shpuza, e cila me praninë e saj i shtoi më shumë vlerë dhe ngrohtësi aktivitetit. E kam shumë kënaqësi që jam sonte këtu midis jush. Du me dalë pak prej temet për hir të vërtetës, Astridin e keni Ulqinak, është pjesë e juja. Unë kam ardhur në Ulqin për herë të parë në vitin 1990 krejt vajzë e re, edhe kam 35 vjetë që nuk i dahem Ulqinit leverës, por vime pi një kafe dhe për një masdite krejt kot, ose me hamer një drejk edhe në pik dimre. A qyteti që unë du. Por në? A qyteti që unë du. Edhe unë i kam rajet prej Malit Zi, po prej tjetër qytet, pra jam shqiptare e Malit Zi. Ulqini e kam njoftë si qytet edhe më ka dhënë dashni edhe unë e kam dashur. Por, më ka qellu para pak vjetësh, kina kënë një promovim prap të Rozafës, të zoti Kovaci, me mikpritjen fantastike të tij, edhe jam njoftë me pjesën intelektuale të qytetit, me cilën nuk kam pas shansin me u njoftë përpara, jam njoftë me njerëz, përgjithësi të mirë të mrekullueshëm. Edhe pata pak frikë, me thënë drejtën. Ishte një auditor që t'impononte shumë respekt, një auditor krejt i ngritën, krejt i veçantë, edhe ndoshta edhe kjo më ka bërë që në nimet e mia që zakonisht si mësuese i tham kështu. Pa letër, me pas frikë, me i thanë pa letër, për para auditorit që kam përpara. Unë kam shkruja 2-3 gjanet vogla, nuk du m'ju mërzit, se e di që rrallën tjere kam shkruja gjatë dhe i kam mërzit, i kam ra krejt shkurt, mas me u ba mërzitshme. Në falenderoj për zbytit, për Rozafen, për Veti, për Astridin që jeni këto. Për ndryshe prej meje të Astridit, Rozafa është një vajzë shkodrane, me rraj shkodrane. Baba e Rozafës ka qenë profesori jam e letërsisë, mentori jam rrit me babën e Rozafës si illull, më pas më ne ka qenë miqësia jonë e gjatë edhe më duket e pandryshueshme për ta jetën. Vetimat e shuin inatin bun. Një libër i ri tashmë libri 5 të Rozafës, edhe të parën që kam pas fatin me e pas në dorë, duke librin e parë. Koloriti madhështor i Shkodrës, vitaliteti, energjia e këtij qytetit lashtë, bukuria dhe veçantia e Shkodrës, individet e çuditshëm me të pazakont, me rrezatime deri në Tejkosi, që e popullojnë Shkodrën, kanë qenë gjithmonë burim frymëzimi që e kanë ushqyer artin shkodran. Shkodra, ky stacion i pashmangshëm i kulturës kombëtare, është kundru vazhdimisht në kane të ndryshme shikimi prej artistëve të gjithë arteve, duke dhuru nga hiret e veta parnasiane, frymëzim që bijtë e saj e kanë blatuar në art. Në galerinë e këtyre blatimeve, zë një vend me dinjitet edhe ky libër i ri Rozafës Shpuza, e cila tashmë i ka dhuruar qytetit të Shkodrës, përveç vetes së saj, 5 libra, tematikës së këtij qyteti, në të cilin lindi, u rrit, u formu, duke pirë nga gura e pashtershme e artit të tij. Një libër i ri me titull disi të çuditshme gjatë, duke shmangë elipsat që zakonisht shërbejnë si titull i librave. Vetimat e shuin inatin bun. Vetimet me një energjisë përthyse, muten për me u qetësu në bun. Në lumen që na lidh dy palve, në lumen e qetë, pa të razuar, në lumen e njohur të qytetit, vetimat mund të qetësohet të krejt mirë dhe në dren. Po drini është i rëndësishëm për vetje, s'ka shanse me qetësu vetimat e artit dhe të shpirtit të Rozafës. Mendoj se autoria ka zbjellë bunën edhe për faktin tjetër, ndoshta pa vetëdijshëm. Buna, emrin e gjinisë femnore. Edhe femna gjithmonë e ka qetësinë brenda shpirtit të saj. Ku ndoshta shuhen tan trazimet e familjes, tan trazimet e njerëzve të tjerë, edhe krijon qetësinë përgjithsisht. Ka net kur vetimat muten me ushue inatin bun. Ka net kur rrete zhubrosëna ju përngjasin velave të nuseve pasdasme. Ka net kur bubullimat kthehen ninolla. E shiu shpërlan kaldremet e kujtimeve. Ashtu si që zhvën re dhe në librat pararëndës të saj, edhe të ky vëllim i ri poetik, Rozafa ka arritur të zbërthej shpirtin e Shkodrës, të rindërtoj kujtesën e qytetit urban, duke u dhënë shpirt dhe detajeve më të vogla, më të thjeshta. Poezitë e këtij vëllimi janë poezi detaje, ku një çast, një detaj i thjeshtë të qytetit apo jetës së autores, metaforizohet duke u kthyer në vargje. Vërej se asnjëherë Rozafa, në asnjë prej librave të vet, nuk e shef qytetin nga lart, duke e kundruar me mallështinë e tij. Nuk e shef qytetin si dekor, por e shef në gjërat e tij të vogla, të përditshme, autoktone, në elemente të ndryshme të qytetit që asaj bëjnë përshtypje.
Gjejmë të poezi një qast nadje për balë marubit, janë të citu titoj, apo Brita Raboshit, kafen e pasdites në shpinë e vjetër, apo kundrimin e parkut bri shpis. Gjejmë ultim në kohë, me telkosin, për një ditë marsin, për një pranverë ndryshe, rrugtim tetori, mos vjeshtor, për baldimni, meditim për një anër janare. Gjejmë poezi që mbarte njësinë e qastit, por që nën kujtesa jashtë palos, në qastet e caktuara të së tashmes për të janë në vargje, në kapërcyll, shijet e fatit, mallit ters, njësit të beshirtha, monolog, e të tjera si këto. Qyteti dhe poezia formojnë bullazet e shpirë shkodrane, në dritaret me grila, në karadrëme, në obore, e sa objekte të thjeshta dhe rituale të përditshme. Vëdhimi ka një topografi emocionale ku hapësira urbane bëhet arkip për jetimesh, ku çdo rrugic, shtëpi, lulebor, luleblinit, derë me reze, sillen kohë duke e kthy qytetin në pasqyrë shpirtit deri në njësim, deri në pa dallueshmëri me shpirtin e autores. Ky libër përfaqëson një ndërtim të vetëdijshëm estetik, ku poezia është ndruar në laborator kujtese, jo vetëm në përjetimin qytetas, por dhe në përjetimet e brendshme ekzistenciale të vetë autores. Dhe kjo vërehet edhe në përplasjen mes brendisë së subjektit lirik dhe botës përreth. Ndaj, nga këto përplasje prodhohet një poezi e ndjeshme. Këtu kam citu botuesin e autores. Libri funksionon si një sistem ndërlirkum kujtese, fëminia, ritualet familjare, fragmentet historisë personale, marrin trajtat e një mozaiku, duke e kthy kujtesen si një mekanizëm për të dialoguar me të tashmen. Poezitë e këtij vëllimi, ashtu si edhe librat e mëparshëm, i përkasin fondit të poezisë qytetase, e shkruar me gegnishtën e bukur të Shkodrës, duke ecur dhe urrështuar drejtësisht poezinë e Rozafës dhe në vazhdën e veprave të Koliçit, Mixhenit dhe autorëve të tjerë me zan shkodran. Rozafa është e lidhur ngushtë me qytetin e saj, ndaj edhe poezia e saj është pasqyrë e këtij qyteti. E këtij qyteti që e man peng, siç thotë një poezi të saj. E man peng shtëpia që dremit vetmitare, diku në shpinë të marubit. Se ky qytet dhe unë jena krahë të një trupi. Apo në vargjet, qyteti nuk është vetëm skena apo aktroj, është fotografia ku zhvillon vetë dritën. E unë metem e ngujume atje, e rikuperohem prore, sa herë që qyteti merr frym. Një ndër veçoritë dalluese të autores Rozafa Shpuza është përdorimi i dialektit geg, të cilin ajo a konsideron një pasuri të çmuar gjuhësore dhe thekson se duhet ruajtur me kujdes të veçantë si pjesë e identitetit kulturor. Gegnishtja ka rregulla fikse. As e foluna e Shkodrës, as e Ulqinit, as e Malësisë Madhe, as e Puksas nuk janë gegni. Ato janë të folme qytetase. Gegnishtja ka rregulla të veta. Kur dën me shkru në gegnisht, duhet me ju bin rregullave të gegnishtes. Duhet me marr, për shembull, unë disa herë e kam diskutuar, na duhet me marr, si ka marr Italia për shembull për gjuhën standard vetë, kanë marrë folmen e Dante Alighirit. Na mundena me marrë për gegnishtën folmen e Martin Samaj. Edhe jena tanë dakord se nëse shkruajmë si Martini, na jena një gegnishtja pra e tanë është ideja e gegnishtja që po shkruhet tash. Nuk mundesh me shkru me fjalë të vjetra, me i vjen do thek se gabim i vjen, aja është për çuditnim i gjuhës. Edhe mu me dhem shpirti kur shoh botime, po e që thoi shkruvan gegnisht, shkruvan shkodranisht. Nuk është. Shkodranisht është gjuha e gjysheve që flasin nëpër shtëpia, gegnishtja është shumë më e madhe. Na e dim tanë mirë që shkumbini e ndan Shqipëninë në dy dialekte. Edhe një popull që ka dialekta shumë i pasun, se në të njëjtës fjalë i ka shumë emërtime, edhe është pasuni e gjuhës kjo. Asnjëherë nuk duhet me harru këtë. Kam idenë që do të mlidhet diçka, për shembull Primož Llaku është një ndër njerëzit që po lufton shumë për këtë, me pas një diskutim marr geg, që me vendos disa rregulla fikse dhe me shkru me këtë gegnishtën i pastër, pra jo me provincializma, se i bajmë dam gjuhës edhe i bajmë dam letërsisë. Në këtë mbrëmje ishte i pranishëm edhe aktori i teatrit Mixheni, Astrid Fani, i cili interpretoi me ndjeshmëri vargjen nga poezia e autores Rozafa Shpuza,
duke i dhënë aktivitetit një dimension të veçantë artistik. Mjafton aroma e një stine të pashpikur që rrin pezull nër palat e rreve. Dhe anet si hije musgu nër hatlla, ku heshton kutia e sandaleve numër 31, që shënjon ditëlindjen në kapërcyer të 2 kokra. Mjafton hurthi i parë i kafes nade herët, kori i zogjve që kanë mohu shtektimin, e tash dekorojnë pamën e shveshur. Njat me kujtesën e dikujt që pret diellin me u kthy. Mjafton shija e kokrave të shkoklume të shegës e gishtat në sepje që më kujtojnë ata gjyshit. U shkrepte çakmuakun veçnak, prej sekret të mnajen e përshponte si gjithë duhani në fill të pritmenive. Mjafton një stin që s'ka kalendarë. As fundjava takime shkape. Veç një pedalim biciklete, pak shvënosje resh, sa mu qu pesh murlani që valvit teshat e nërna në borin me një patkun derë. Apo ndoshta mjesia se diçka po noll, por askush se din se çka. Në përmbyllje, kjo mbrëmje letrare në Ulqin dëshmoi edhe një herë fuqinë bashkuese të artit dhe fjalës së shkruar, përmes interpretimit, bashkëbisedimit dhe pranisë së miqve e dashamirësve të letërsisë, u krijua një atmosferë që jo vetëm promovoi veprën e Rozafa Shpuzës, por edhe forcoi ndjenjën e përkatësisë kulturore dhe shpirtërore, një mbrëmje që la gjurmët e të pranishmet, duke rikujtuar se libri mbetet një nga urat më të forta që lidh njerëzit dhe identitetin e tyre.